Mbi 140.000 qytetar në Maqedoninë e Veriut jetojnë me diabet, që do të thotë se pothuajse 1 në çdo 11 të rritur përballet me këtë sëmundje. Sot shënohet Dita Botërore e Diabetit. Në këtë drejtim, drejtori i Fondit të Sigurimit Shëndetësor, Sasho Klekovski, theksoi se vendi po shënon përparim në terapi dhe paralajmëroi përmirësime nga viti 2027. Për momentin pjesa më e madhe e pacientëve trajtohen me gjeneratën e tretë të insulinës, krahasuar me rajonin dhe me të kaluarën, kjo është përparim i madh. Sigurisht pacientët kanë të drejtë të kërkojnë më shumë dhe mendoj se qeveria po punon që të zgjidhet mungesa e sensorëve në një të ardhme të afërt. Nga viti 2027, diabeti do të bëhet pjesë e punës së Fondit për Sigurim Shëndetësor dhe që tani po përgatitemi. Kemi një vit të plot për të përgatitur që të sigurojmë sistem, ku me kriteret e duhura të gjithë do të jenë të përkujdesur, deklaroi Sasho Klekovski, drejtori i Fondit të Shëndetësisë. Sipas të dhënave të Federatës Ndërkombëtare të Diabetit të Atlasit, në vend çdo vit ka pothuajse 940 vdekje të lidhura me diabetin. Vetëm 1/3 ose rreth 47.000 njerëz janë të vetëdijshëm se janë të prekur nga diabeti.